Jo duke shfrytzu buxhetin e shtetit me ndiku rezultatin zgjedhor, sepse pastaj le të themi krijohet përshtypja që ne po dojmë me mbajt Kosovën varfën, me qëllim në mënyrë që pastaj kur ne t'ju japim aty nga 100 euro ata me konsideru qeverinë si hero dhe me ndiku gjykimi i tyre i drejtë në ditën e zgjedhjeve. E besoj se kësaj radhe do të ketë një ndryshim substancial në këtë çështje. E qartë, kjo si përgjigjet e para të secilit kandidat teksa Zufri Hoti patët për të thënë diçka dhe a mund të konsiderohet kjo Mos e degradojmë debatin në terma të tillë si blerje vote e lëmosh, sepse vinë vitin 2026 dhe nuk mund ta trajtoni qytetarën e Kosovës si tillë. Dallimi jon me qeverisit tuaja paraprake dhe po ju bëj bashkë se keni qenë bashkë. Çfarë gjithë qeverisit tuaja. Herë njëri me tjetrin, herë tjetri pavarësisht kush ka pas një cop pushtet ose vota pak më shumë. Dallimi është fundamental me ju. Ka pas pakë ekonomike duke kanë qeveri sulta, por pakët ekonomike kanë qenë për oligarkët, kanë qenë për Elkosin, kanë qenë për Devollin, kanë qenë për pompat e benzinës. Tash pakët ekonomike, lutem, pakët ekonomike janë për kategoritë që ka nevojë. Përfundojnë të studentët, përfundojnë të marketet, punëtorët, përfundojnë të putnjëtit oligarkë që kanë të rrjetet marketet. Përfundojnë aty ku qytetarët e Kosovës kanë nevojë të shërbejnë. Dhe ju lutem. Po sepse ata nuk arrin me patëshmëri me këto kemi shpërndar 1.3 miliard euro buxhet tek qytetarët e Republikës Kosovës përmes skemave të tilla, por edhe skema të tjera qoftë investime në eficiencë. Nëse valën 1.3 miliard euro do të investoheshin me gjeneru vendet punës, nëse përkthejmë në ato vlerat që supozohet me 108.000 deri në 10.000 euro hapja në vendit punës. Unë besoj se ju e kishit zgjedhur problemin e papunësisë. Mandatin qeverisës kemi pasur 26% papunësinë dhe tani flasim për 10% papunësi. Dhe kemi folur për 2.4 miliard euro buxhet të Republikës Kosovës, tani kemi 4 miliard euro, pra është tekaluar kjo. Kemi folur për nën 3 miliard euro të hyra buxhetore dhe kemi mbi 3 miliard euro të hyra buxhetore. Mund të flasim për rastin projekt kapital të përfunduar. Jo, mund të flasim për shumë projekte kapitale, por më lejo të i kthehem çështjes së kontratave një burimore. A mund të flisni ndonjëherë me shifra sakta dhe institucione ku janë ato kontrata? Sepse ligji çfarë qartë. Çka është kontratë burimore, çka është kontratë e negociuar, çka është aneks kontratë. Ju manipuloni vazhdimisht me këto shifra. Ne manipulojmë. Po, nxjerrni listat. Ma nxjerrni manipulim. Nxjerrni dokument. Cilin nga këto manipulime arritët ju ta vazhdimisht me dur xhepa, pas një letër dhe tentoni të manipuloni. I përjetojmë të gjitha si jemi pranë qytetarit. Investimet kapitale brenda një viti.